الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Falënderimet e qofshin Allahu xhalla shanuhu. Salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rahmeti dhe bereqeti Allahu qofshin mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në frymën e fundit. Mas pari nderuam koleg, të nderuam haxhis, nderuam kryesi e xhamat, të nderuar antarësi, të nderuar musafir prezent. Fillimisht ju themi mirë se keni ardhur, këta që keni ardhur deri tani. Dhe me izin e Zotit, sikurse bajrameve dhe herave të tjera, besoj që kjo sallë do të mbushet
sepse festa e Bajramit e ka hjeshin kur bashkohemi shumë me një vend. Andaj, Zoti u shpërbleft e Zoti u rujt, e Allahu gjithmonë në bashkoft në hajër dhe në mirësi e në begatit e Tij. Të nderuam, unë për fillim vetëm dëshiroj t'ju them mirë se ju ka pru Zoti dhe të hapim këtë ceremoni të Kurban Bajramit, sepse pas asaj që falim namazin e sabajt, e pas asaj që u këndua shere, sepse kështu e don rani, që pas fjallës Allahu Gjellëshanuhu t'i kthejmë përshëndetjes në fjallën e Zotit dhe në gjuhën që ne e kuptojmë. Andaj nuk ka më mirë se sa kur mblidhemi në këtë vend dhe ju e dini që është Bajrami 4 në këtë sallë që falmi së bashku dhe kushtet janë shumë komode dhe të mira që besa janë të gjitha kushtet më të mira të mundshme për me mujtë më mbledh, më utubu dhe më u gëzu sa ma shumë që është e mundër. Andaj edhe ju që i keni ardhë dhe ju që i keni marrë fëmijët me veti, pasha Zotin i avlen mu quheret, i avlen me ardhë edhe më utubu për Bajram, i avlen më u gëzu, sepse si duket edhe një pjesë të kësaj natyre të fjalimit e kam edhe në fjalimin e hutbës, që të bimi për Bajram edhe gëzimin këtë fest, sidomos kur nuk jemi në vendlindje, e ka rëndësinë edhe më të madhe, e ka gëzimin edhe më të madhe, e ka vlerën edhe më të madhe. Andaj ju them shumë sinqerisht, zemra kogja shumë na gëzohet, e shpirti kogja shumë na qetësohet kur shohim se shqiptarët din më organizu, din më u bashku, din me njëni tjetrin qysh Bajramin mja uru, e nuk ka ma mirë. Pasha Zotin, na duhet i themi Zotit, o Zot shqyqër që na këtë të bu edhe jashtë të vendlindjes tonë edhe jashtë të vendit tonë. Dhe shqyqër Zotit që na kanë lanë edhe tjertë, mu vetë organizu dhe nuk ka ma mirë. Andaj na, jo vetëm për këtë, por për gjithat mirat e Zotit, jem falenderu Zotit madhë. Ati jemi mirënjohës, nuk ka ma mirë se na mu mbledh krejt një vend, edhe pse jena me adresat të ndryshme, dikush ma largë, dikush ma afër, por me organizimin e gjithve, na jemi sot këtu ku jemi dhe me izin e Zotit madhë, gjithmonë e ma shumë, do t'jemi bashkë me numër shumë më të madhë, sidomos për Bajram, sepse ja vlen dhe me gëzimin më të madh vim këtu edhe të bomi, e besoj, shumë kush s'ka flejt hiq natën se ka mendu që ka mundësi mos me dal gjumi sepse ka gja heret për martu me fal Bajramin. E është një gëzim i madh. Çka du të themi? Shqyr Zoti që na e ka pru me mujt më utubu, me mujt më u bashku. Sepse na e dim, nuk është histori e largët me qindra vite, kur s'kina mujt më fal vendin tonë rahat. E Allahu na i ka pru më fal, jashtë të vendit tonë rahat. Kjo një nimet i Zotit, kjo një diçka e mirë. Andaj na gjithmonë e falenderojnë të madhin Zot. Dhe elhamdulillah Zotit, që na mundemi më utubu me desht çdo ditë. Pastaj çdo xhumë jemi këtë bashkë xhamia nuk i zën. E pastaj në takime të lira, jemi të lirë edhe në vendin tonë, edhe këtu ku e kemi ba vendit dytë tonin. Andaj, unë nuk du me zgjatë kësaj here, por shkak se pastaj është edhe programin vazhdim, dhe nuk ka ma mirë, por edhe pse do ta përshëndesim edhe në hutbe, por ja vlen ta përshëndesim edhe që tash që nga Kosova, veç po e shifni kamerat në ka ardhur një televizion special këtu, televizioni RTI, që o televizion nacional, vetëm e vetëm për me kanë bashkë me neve, dhe jo është përgjigj ftesës sonë. Kjo është për herë të parë që një televizion vjen edhe injezon krejt ceremoninë e Bajramit bashkë me neve. Dhe kur një diçka regjistrohet, pasha Zotin është një kujtim i mirë dhe ne falenderojmë, padyshim dhe jemi mirënjohës edhe televizionit RTI dhe të gjithë tjerëve që ndihmojnë na me kanë bashkë me njëri tjetrin. Ndihmojnë me u qetësu zemrën me njëri tjetrin. Besoni një diçka, nuk ka më mirë se sa ai që kontribon tjetri me kanë më i qetë.
tjetri mi pas mundësit ma mirë. Andaj, na i themi Zotit, Zotin na bashkof gjithmonë në hajër dhe në mirësi. Zotin na qoftë në hajër neve, Zotin na qoftë mira neve. Këto janë shenja dhe me këto fjali për tani po du me përfundu. Këto janë shenja që Allahu ka qu rahmet neve. Këto janë shenja që ka qu Allahu mirësi neve, sepse na dina me u bashku, dina me organizu. Kanë kalu kohët kur na nuk kemi ditë gjërat e mëdhaja mi ba. Por elhamdulillah Zotit që sot pa marrë parasysh ku jemi, dim me organizu, dim me u bashku, dim edhe bajramin me festu, e Allahu ju shpërblet gjithve, e Allahu na bashkoft në të mira dhe në mirësi, e Allahu qoftë në hajër neve dhe me izën e Zotit gjithmonë do t'jemi bashk, e ndasit nuk kanë vend në mesin tonë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, e Zotë ju rujt. Gurgullon lumi në gjennet, Allahun duke përmend, kur bilbylat fluturojnë Allah, Allah, Allah gjithë një thonë. Kur bilbylat fluturojnë Allah, Allah, Allah gjithë një thonë. Në gjennetin Darussalam, të mirat e Zotit fund nuk kanë, s'ka mundi me hidhërim Allah, Allah, Allah o shpëtim. S'ka mundi me hidhërim Allah, Allah, Allah o shpëtim. Në gjennetin e naim, besimtarët gjejnë gëzim, gjithë shka syri se ka pa Allah, Allah, Allah e keba. Gjithë shka syri se ka pa Allah, Allah, Allah e keba. Në gjennetin Darul Hul, Zoti vdekjes i dha fund, gjithë shka mendja se kujton Allah, Allah, Allah e ofron. Gjithë shka mendja se kujton Allah, Allah, Allah e ofron. Dashurin në zemër kam, sigur në askush nuk të don, veç një mesimet pa, lëmbëm shapër ti Resul Allah, veç një mesimet pa, lëmbëm shapër ti Resul Allah. Selam të bëjnë troje tona ja Resul Allah, sa m'kamar malimet pa ja Habib Allah, shëmbëm tira ma emir ja Nabi Allah, ja Resul ja Habib ja Nabi Allah. Selam të bëjnë troje tona ja Resul Allah, sa m'kamar malimet pa ja Habib Allah, shëmbëm tira ma emir
të pason, e gjithë bota falin mirë për ti, emrit e zanin e ishon, dhe pra jo të sinet jon, emrit e zanin e ishon, dhe pra jo të sinet jon. Selam të bëjnë troje tona, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbëm tira më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam të bëjnë troje tona, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbëm tira më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Na ja do të me fol, ja do të me knu ilahi deri sa të vinë koha me fal Bajramin, sepse ju duhet të ndëgjoni diçka dhe për atë punë dhe keni ardhur. Kështu që sot përveç fjalëve për Kurban Bajram, ne nuk mund të flasim diçka tjetër, sepse vërtet ka çka të flitet dhe ka argumente që Allahu xhallahu e ka prunë në Kur'an, po dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në thanjet e tij e kanë sqaruar dietarët kohë pas kohe. E para ju e dini krejt që duhet ta sjell në vëmendje që ngjarja e Kurban Bajramit apo festa e Kurban Bajramit që lidhet me shumë ngjarje historike islame. Dhe Kurbani që është pjesë e Bajramit vërtet ka histori. Edhe festa që ne sot e fillojmë, apo me fjalë tjera, tekbiret kanë fillu prej djehit. E Bajrami ka 4 ditë, kur edhe prerë Kurban të dhe kur festohet në të. E para është që lidhët kjo fest prej djemve të Ademit a.s. E pastaj Ibrahimi a.s. kër e kanë rejqën qabën me djalin e tij Ismailin. Subhanallah, ka ndodhur mrekulli historike dhe është dëshmu konkretisht ndihma Allahu xhalla shanuhu. Ajo që dua ta sjell në vëmendjet juaj sot që lidhet me festën e Kurban Bajramit, është pikërisht sepse kjo ceremoni na lidhet padyshim me qabën dhe pikërisht në këtë kohë është obligim edhe haxhi. Se pa vizita e qabës jo në këtë kohë nuk quhet haxh, po quhet umre. E Allahu xhalla shanuhu ka desht që e ka urdhëru Ibrahimin a.s. kur është martu dhe ka pas fëmijë dhe ka pas Ismailin me nanën e tij Haxherën. A din çfarë urdhri ka ardhur prej Allahu xhalla shanuhu? I ka thonë merre gruajën dhe fëmijën, merre Haxherën dhe Ismailin, shko lejnë shkretinë dhe kthehu. Ky ka qenë urdhën e Zotit. Dikush mund me thonë, vërtet urdhën i vështirë, vërtet urdhën i ranë prej Zotit, por ka qenë urdhën prej tij, që Allahu kur t'jep urdhën në diçka ja bën çare. Dhe ka qenë shumë rënd për Ibrahimin a.s. E ka marrën Haxherën gruën e vet. E ka marrë edhe Ismailin e vogël, edhe ka shku i kalon shkretin pa asnjë njeri tjetër. Ka qenë urdhën i Zotit. Edhe është kthy. Haxherja duke lyp, ka fillu me lyp ujë në shkretin Ismailit. Duke lyp ujë, ka dal me hec në shkretin ku me gjet ujë. Haxherja to hec për një kodrën tjetrën, që sot quhet Safa dhe Merva.
kur është afru te Ismailit që është lodh shumë, ka gropu me kam Ismaili thuhet, dhe ka gufu uji në shkretin, ka dol uji prej tokës, dhe Hajera i ka thonë Zemzem i bjen gufa, dil ma shumë, se gati jem të vdek për uji. Dhe aty ka dol për herë të parë uji Zemzem. E pastaj, ku ka ujë dhe kanë fillu, aty është stacionu e kanë ardhur njerëzit e tjerë, dhe ka derë Zoti i Madh mba shtëpia. E pastaj pas një kohë kur është rrit Ismaili a.s. hala aty s'ka pas qabja që sot nuk u kanë në atëherë ashtu. Ka pas veç një shenjë e Allahu xhallashanuhu që i kishte vendos shenjat e qabës më herët. E ka urdhëruar me Ismailin sa po u bë me ndihmu pak, ka thonë shko te Ismaili atje. Edhe vizitoje, edhe merrem me vete dhe shko nreqe qabën, që t'ja muret e qabës dhe mbleje qysht mëjsh. Këto kanë qenë hapat e parë kër e kanë rejtë qabën, sepse në lidhët kjo, në lidhët me haxhin, dhe Allahu xhallashanuhu çdo pejgamber e ka urdhëruar me krye haxhin. Është punë e madhe, sepse ne krejt çka kthehemi, që i një kthye knena ka kthehemi, por që e falëm sabajin dhe namazet e tjera. Veç ka një kohë jena pranohet ky namaz. Nuk guxojna më fal na ka dojmë na. Na e dina që ka të kthehemi o Zoti, këto e din. Ama Allahu ka thonë, fe walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Kur të falni ktheheni fytyrën e juve ka qabja. Kështu që me vetdije, me bomull kthy njëri tjera ka namazi nuk pranohet. Sa është kushti pranimit namazit ton, me ran sejdë ka qabja. Subhanallah. E pastaj secili që është mosh rritur dhe që i ka mundësitë ekonomike e ka obligim pasha Zotin, si na e si ju me shku në qabe, më ju përgjith Zotit një herë në jetë. Dhe është i vetëm i obligim me krye vesh një herë një jetë. Nuk ka obligim tjetër që me kry një herë një jetë edhe u lirova për kësaj pune. Ja. Namazet janë ditore. E bajrami, apo vina se cilin bajram me këtu. A guxon me thonë dikush, po bajramin be kalu me falem qëtu, e 3 bajramat kalum qëtu i falem, a pe du të më fale, po. Kjo pa tjetër. Sikur që, kur të hajmë ushqim, a guxojna me thonë kum hongër, dje e par dje, edhe para një jave, e s'po hasët, ja s'ka ashtu. Allahu xhallashanuhu disa gjëra ka urdhëruar i përsërit, sepse na duhen neve. Dhe çdo ditë e re, i ka dhe ibadetet e reja, ama njët në ka urdhëruar veç njerë me kry haxhin. Andaj, porosin tjetër që po dëshiroj mi o thonë para juve këto dhe që kena përsërit edhe në gjumon dhe kemi fol një gjumon special është që se cili që i ka mundësit me prej kurban ose me porosit e me pagu kurban me autorizu tjetëri. Sepse kjo është vajgjib, është obligim në fejën tonë. Sepse ka vlerë shumë të madhe të Zotit. Pasha Zotit ka vlerë të madhe. Dhe unë edhe në gjumani, këmë thonë edhe pjo thonë këtu, të gjithve. Nuk e besoj dikush që s'ka mundësi. Dhe kur i thej një therë kurban, ose bën mirë, ose faljo, ose bën gjërat e tjera, na nuk e kem qëllimin që na me përfitu në sen. Kur, hiq, por na ju thejmi prej kurban për shpirtin tonë. Faljo për shpirtin tonë. Prej kurban për edhe për familjen tonë. Bën të mira që bën e mirë për veti. Pastaj bën e mirë për familjen tonë, pastaj për shoqërinë kudo që je. Sepse këto janë mesazhe dhe këshilla universale dhe të përgjithshme. Dhe qysh e kam obligimin e fejnë e kjo obligim edhe ti. Kur gjëm ma shumë, kur kush nuk ka obligim ma shumë e tjetëri ma pak. Jo, krejt një saj, vallahi. Kjo është mision prej Zotit. Kjo është ligji Zotit. Allahu xhallashanuhu neve në ka prunë dënjat më ju përgjegjë urdhave ti. Neve ka njëherë në thojnë, edhe këtu në Perëndim, pa edhe në vendin tonë atje kur jena, po hoxha edhe me punu bre është farz. Së kur dojnë me në thonë, pa punu zbohe që tani mu falë kur të mundësh, qështu si kur dojnë me në thonë, nuk e qështu. Duhet më falë kur e ka kohën,
edhe duhet me punu kur e ka kohën. Nuk guxon kur me thonë kjo ka përparësi ndaj tjetrës. Jo, sepse Allahu e ka ditë që na kena me orë një ditë këtu që shina në Gjermani. E ka ditë krejt. E ka ditë që mujna dhe mu arsitu dikush po hoqë, po jam i zanën e s'pëm le shefi, e s'pëm uje tjera. Vallahi një dine, pjo thëmë shumë sinqerisht, por obligime që i kena ndaj Zotit, mujna mu arsitu para njerëzve, ama para Zotit vallahi në vështirë. Pjo thëmë shumë sinqerisht, se dikush mund me thonë, po hoxha, kogja pe shtrëngon senet, vallahin pjo thëmë, kogja but folmi që shënë gjërat strikte, që shënë gjërat për me zbatu. Andaj ju them shumë sinqerisht juve dhe vetës, që qka është obligim i Zotit, kur e ka kohën do të me kry, kur e ka kohën do të me zbatu, kur e ka kohën do të me praktiku. Sikur që kur të vinë dhe pak javë vinë pushimet verore. A kena obligim me shku në vendin me vizitu familjarët tonë? Po. A kena obligim me shku me pa venin tonë kër e ka falë Zoti? Po. A kena obligim i majtë lidhje tona gjithsesi? Nuk guxojmë kur me harru ato që ka kena manet për Zotit. Nuk e kemë kur, nuk guxojmë të harroj ato që ka kena obligim për Zotit. Pa marë parasysh ku do që jemi. Pa marë parasysh pëse jemi këtu ose në vend tjetër. Allahu e din ku jem, sepse jem krijes e ti, jem tokën e ti, jem duke jetu me të mirat e ti. Nuk guxojmë kur të harrojmë të mirat e Zotit. Sepse për këto kena më përgjegjë një ditë, pasha Zotin, çdo fjalë që e kena folë, çdo punë që e kena punu, çdo kund që kena shku, te Allahu kena me dhonë përgjegje. Ama një është e sigurt, që nuk mujna më arsyetu para Zotit që arsyetojmë para njerëzve. Nuk mujna me gjetë arsye para Zotit që mujna me gjetë arsye të pakufishme para njerëzve. Andaj ne e lusmi Allahun gjithmonë. O Zoti i madh, ne mundëso me zbatu urdhrin tonë. Ne zbaton me praktiku fjalën tonë. Ne mundëso të jemi në rrugën tonë. Ne mundëso të jemi në drejtësinë tonë. Sepse e kena obligim vëllai dashtëm. E kena obligim me rujt ato që na ka falë Zoti. E kena obligim me rujt gjuhën që e flasim. E kena obligim me rujt kombin që i takojmë. E kena obligim me rujt njëni tjetrin. Ku do që t'jemi? E pa këto mesazhe të fuqishme, nuk guxon me na kalu neve kjo festë. Nuk mujna festat më serioze me i marrën shkeleshko. Jo, Allahu ana ka thonë më utubu, sa më shumë për ditë bajrami këtu duhet jemi. Ana ka thonë Allahu më utubu, ditë gjumaja aty duhet jemi. Ana ka thonë Allahu me prej kurban kur të vinë kjo festë, pa tjetër duhet i përgjigjemi. Nëse s'mundemi vetë, ka njerëz pasha Zotin që e qojnë amanetin vend. Dhe unë ju them edhe një fjali, që e kom thonë pashtu edhe në gjuma, pa ka mundësi dikush që këtu nuk o kanën qatë gjuma që kam folë për këte. Çdo kush që autorizon dikanin me prej kurban, nuk guxon mi shku mendja me thonë, unë e pja paguj e nuk e dija e kryjnë amanetin ajo. Unë e pja paguj, po nuk e di këtë që ka bën me pare me këtu. Pasha Zotin ju thëmë shumë sinqerisht. Nëse ja jep një dikujt, ja pagu një dikujt kurbanin me dyshime, ma mira mos me pagu hiq. Ja, nuk guxon me dyshu ati që ja jep amanetin me kry. Por ata ma të qenë fillim, sepse çështja është serioze. Kurbani duhet të prejet ose të porositet ose të paguhet me bindje të plot. Me besim dhe iman të fortë, për me shku të Zotit dhe me u pranu. Për ata sakrificat e mëdhaja, obligimet e rëndësishme, duhet kënë seriozitet, duhet kënë iman. Për ata çka i themi Zotit, o Zot, vallahi me prej një kurban është lirë, dhe ne kena do mendjen dhe kena bon njetë me bakit sakrifis të ti. Dhe elhamdulillah Zotit, që ma ka mundësu me fitu, ma ka mundësu me pas mundësit, edhe pastaj me kry obligimin e Zotit.
Andaj Zoti ju rujt juve ju shpërbleft. Dhe na gjithmonë themi: O Allah, na i prano ibadetet tona. O Allah, na i prano këtë tubim që i na mbledh para juve këtu sot. Na i prano këtë tubim edhe këtë mexhlis. Vetëm e vetëm për një qëllim e kena na sot. Që me i fal Bajramin bashk edhe mja uru një tjetët me zemër. Vetë që këtë qëllim o sot. Nuk ka ma mirë vllai dashur. Pasha Zotin një është e sigurt. Zemrat e besimtarëve musliman të në botën sot janë shumë të gëzume. Janë shumë të lumturume. Janë shumë të mëdhaja zemrat sot. Sepse i përgjigjen Zotit, ata që na ka urdhëruar dhe na edhe fizikisht, po edhe me telefon, mundohemi maksimalisht mja uru një tjetrit vetëm e vetëm që të fitojmë të Zotit. Andaj Zoti ju rujt, e Zoti na bashkoft në hajër dhe në mirësi. Dhe gjithmonë të boshim me të mirat e Zotit, e kur Allahu mos na qof në haram dhe aty ky prishet qefi i Zotit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammedin me kalindi, popullin Islam e bindi, predikimin ati filloj, të rjetën ja kushtoj, predikimin ati filloj, të rjetën ja kushtoj. Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen. Medinën ta vizitoj, Muhammedin ku jetoj, ta shoven ta shumë vendin jetë kundroj, një fatihat ja këndoj. Bejtullah hajde të shkojmë, Qabën e ta vizitojmë, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen. Flijoj kurban për Allah, në Arafat të bëjmë dua, safranëve të vrapojmë, ujin Zemzem të shijojmë, safranëve të vrapojmë, ujin Zemzem të shijojmë. Bejtullah hajde të shkojmë, Qabën e ta vizitojmë, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen. Edhe këtitur së në shkova, por të tjerët i përmcova, o haqim qoni selam, se për Qabën zemram t'jan, o haqim qoni selam, se për Qabën zemram t'jan. Bejtullah hajde të shkojmë, Qabën e ta vizitojmë, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen, i uruar është ajmen, Allahun duke përmen. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ke udhëzuar, me ty feja është plotësuar, pejgamberi e ma i dalluar.
O Muhammed, o i dërguar, në këtë fe na ke udhëzuar, me ty feja është plotësuar, pejgamberi e më i dalluar. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Ti Kur'ani na mësove dhe Islami na shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islami s'ju largove. Ti Kur'ani na mësove dhe Islami na shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islami s'ju largove. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Moramuge e gurbeti, o sa keqja bana veti. Moramuge e gurbeti, o sa keqja bana veti. Mushudrita e imanit, më mungon thirrja e zanit. Mushudrita e imanit, më mungon thirrja e zanit. Mos më thoni gurbeqar, dashit dhimjen me mandal, ti ojnën më bën halal, se për mu ke shumë. Mos më thoni gurbeqar, dashit dhimjen me mandal, ti ojnën më bën halal, se për mu ke shumë. Sa herë jeno Ramazan, shpirti zemra po më gjall. Sa herë jeno Bajram, shpirti zemra po më gjall. Ha iftar me lot nësi, në vendin djedu me uthi. Ha iftar me lot nësi, në vendin djedu me uthi. Mos më thoni gurbeqar, dashit dhimjen me mandal, ti ojnën më bën halal, se për mu ke shumë. Mos më thoni gurbeqar, dashit dhimjen me mandal, ti ojnën më bën halal, se për mu ke shumë.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Andaj ajo që ju themi para se ta afrohet koha kur me tregu edhe njëtën e Bajramit, ju themi që me plotësu safat që janë mesin e ju. Sepse po shoh që ka zbrastin dhe prej kushteve të namazit është me plotësu safat. Ju kesmi lut që plotësoni zbrastinën me safave, që me kanë plotësuar dhe me kanë të drejtuar. Zoti shpërblet dhe Zoti ruaj, sepse që tash kanë zonë më ardhë dhe njerëz edhe më shumë, e frika ndoshta ka mësi nuk në zën, ju lutem plotësoni safa. O kry, andaj këta që po i dëgjoni të knu ilahia dhe ashere, normal, në anën time të majtë, është edhe zëvendës imam edhe një kolegë bashkë në gjami, Abdul Besiri, e pastaj edhe është të Vezisa, që Zotë shpërblet dhe Zotë i ruaj që begatojnë këtë ceremoninë Bajramit me ilahia dhe me ashere, sepse kështu e don rani. Andaj Zotë i ruaj dhe Zotë i shpërblet edhe njerë ju them, sot mundi plotësoni safat, se nuk bëjmë pa plotësu dhe drejtu safat, se edhe pa do të falmi Bajramin së bashku. Zotë i ruaj. Në këto qastet e Bajramit, vus qeftira e muslimanin, sot ka zimbo ta islame, këndon Kurane muslimane, sot festojnë bukërin Bajrame. Muslimane, sot festojnë bukërin Bajrame.
muslimane, sot festojmë bukurin bajrame. Në çdo shtëpi të muslimani shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vallaj vllane vete, urojnë bajramin për shumë vete. Gëzo muslimane, sot festojnë bukurin bajrame. Gëzo muslimane, sot festojnë bukurin bajrame. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Të nderuar vëllezër, të nderuar antar të xhamisë son, të dashur xhamat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot është një ditë e madhe, është ditë gëzimi, ditë falënderimi dhe ditë afrimi tek Allahu i madhëruar. Sot është dita e Kurban Bajramit, dita që na kujton bindjen, sakrificën, devotshmërinë dhe dorëzimin e plot ndaj urdhërit të Allahut xhaleshan. Kjo ditë e bekuar na rikujton historinë e madhe të Ibrahimit a.s., i cili tregoi se dashuria ndaj Allahut është mbi çdo dashuri tjetër, se bindja ndaj Zotit është mbi çdo dëshirë, dhe se kur njeriu i dorëzohet Allahut me zemër të pastër, Allahu i hap dyert e mëshirës, bereqetit edhe shpëtimit. Të dashur besimtar, Kurban Bajrami nuk është vetëm fest. Kurban Bajrami është mesazh. Është mesazh i sakrificës. Është mesazh i bindjes ndaj Allahut. Është mesazh i dashurisë, i bujarisë dhe i kujdesit për njëri tjetrin. Kurbani na mëson se tek Allahu nuk arrin mishi dhe as gjaku i kurbanit, por arrin devotshmëria
sinqeriteti dhe njeti i pastër i robit. Prandaj sot nuk është vetëm ditë kur gëzohemi, por edhe ditë kur pyesim veten sa jemi të gatshëm të sakrifikojmë për Allahun, për familjen, për xhamatin dhe për të mirën e përbashkët. Sot është ditë kur duhet të falim, të pajtohemi, të vizitojmë njëri tjetrin, të gëzojmë fëmijët, të nderojmë prindërit, të kujdesemi për të afërmit dhe të mos harrojmë të varfurit, jetimët, të sëmurët, të vetmuarit dhe ata që kanë nevojë për dorën, fjalën edhe ndihmën tonë. Nëse Ibrahimi a.s. na mësoi bindjen, atëherë Bajrami duhet të na gjejmë më shumë për ulësinë e Allahut. Nëse kurbani na mëson sakrificën, atëherë kjo ditë duhet të na gjejmë me zemër bujare. Nëse haxhi na mëson barazin, vllazërin dhe pastrimin shpirtëror, atëherë edhe ne duhet ta forcojmë bashkimin tonë si xhamat dhe si komunitet. Të nderuar anëtarë të xhamatit i dashur, në këtë ditë feste dëshirojmë që në emër të kryesisë që shpreh falenderimin më të sinqert për mbështetjen, kontributin dhe përkushtimin tuaj ndaj xhamisë sonë. Xhamia, o vëllezër të dashur, nuk mbahet vetëm me mure. Xhamia mbahet me besim, mbahet me zemra që japin, mbahet me njerëz që e duan shtëpinë e Allahut dhe që ndrojnë pranë saj në çdo kohë. Prandaj ju falenderojmë për çdo kontribut, për çdo ndihmë, për çdo prezencë, për çdo lutje dhe për çdo sakrificë që keni për xhamin tonë. Allahu ju shpërblef me të mirat e tij, ju shtof bereqetin në familjet tuaja, dhe ua pranov çdo të mirë që ja bëni për hir të tij. Por sot, në këtë ditë të madhe, dua të them edhe një fjalë të rëndësishme para jush. Xhamia është emanet i përbashkët. Xhamia është nderi jonë, xhamia është zemra e komunitetit tonë. Nëse e duam shtëpinë e Allahut, kjo dashuri duhet të shihet jo vetëm me fjalë, por të shifet edhe me vepër. Prandaj ju ftojmë vëllazërisht që të vazhdoni të mbështesni xhamin tuaj, ta ruani, ta gjallëroni dhe ta forconi për kontributin e juaj të vazhdueshëm. Ju ftojmë që ata që ende nuk janë bërë antar të rregullt të xhamisë, të bëhen pjesë e saj edhe më afër, sepse antarësimi nuk është vetëm regjistrim. Antarësimi, o vëllezër, është qëndrim pranë shtëpisë së Allahut, është përgjegjësi, është nder dhe është sadaka e vazhdueshme për ruajtjen dhe forcimin e xhamisë sonë. Gjithashtu, ju ftojmë me zemër që të kontriboni edhe në shportat që kryesia i ka organizuar për mbulimin e harxhimeve të kësaj salle, që është rezervuar enkas për këtë festë, për festën e Kurban Bajramit. Çdo kontribut, i madh apo i vogël, ka vlerë të madhe tek Allahu dhe është ndihmë e drejtë për xhamin dhe komunitetin tonë. Mos të mendoje askur se kontributi i tij është i vogël, sepse tek Allahu nuk humbet asnjë e mirë. Me ndihmën e sinqertë, një kontribut me një jetë të pastër mund të bëhet shkak për bereqetin në familje, për lehtësimin e jetë dhe për shpërblimin në ditën kur do të na duhen më shumë veprat tona. Po ashtu ju ftojmë që edhe në të ardhmen të mbështesni xhamin tuaj, sepse xhamia është vendi ku forcohet imani, ku edukohen fëmijët, ku ruhet feja, morali, gjuha dhe identiteti jonë. Nëse duam një komunitet të fortë nesër, duhet ta mbajmë të fortë xhamin tonë sot. Të dashur vëllezër, sot në ditën e Kurban Bajramit, le të mos marrim me vete vetëm urimet, por edhe mësimin e madh të kësaj dite. Të jemi të bindur ndaj Allahut, më të gatshëm për sakrificë, më të bashkuar në xhamat dhe më të përgjegjshëm ndaj familjes, xhamisë dhe komunitetit tonë. E lutim Allahun e madhruar që në këtë ditë t'i gëzojmë familjet tona, t'i mbushim zemrat tona me dritë dhe qetësi, t'u lehtësojmë hallet të gjithë besimtarëve, t'i mëshiroj të vdekurit tonë, t'i shëroj të smurët tonë, t'i ruaj familjet tona dhe t'i forcoj hapat tona në rrugën e së mirës. Allahu xhaleshanuhu u pranov gjithashtu haxhin haxhive,
u apranoft kurbanët atyre që kanë thirrë kurban, u apranoft lutjet besimtarëve dhe na bë prej atyre që e duan, e ndihmojnë dhe e nderojnë shtëpinë e tij. Allahu e ruajt xhamin ton, e bashkoft xhamatin ton në hajër, e shtoft dashurinë mes nesh dhe na mundsoft që edhe në vitet që vijnë të presim Kurban Bajramin me iman, me shëndet, me gëzim dhe me bereqet. Në emrin tim personal, në emrin e kolegut të nderuar Florim Efendi Mellova dhe në emër të kryesisë së xhamisë me fat festën e Kurban Bajramit, Allahu na i pranoft ibadetet, lutjet, sadakat, kurbanet dhe të gjitha veprat e mira. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zotë shpërbleft edhe kolegun për këtë fjalë në emër të kryesisë, por pasi po shohim se janë goxha të ardhë xhamat dhe të mbushën ndër salla, ne pak minuta do ta shtyjmë me qëllim, por shkak se mos t'jo mundsojmë edhe atyre që vinë me fal Bajramin, andaj që tashte ju po i shihni që janë bërë gati disa me shporta do të vinë afër juve, dhe këto kontribute që japni, një ta dini te Zoti keni mi gjetë, dhe e dyta e ndihmoni xhamin tonë. Dhe dikush mund me mendu këta që po lipin për Bajram, ku shkojnë këto parë, shkojnë këtë në xhami, edhe mirëmbahet xhamia, mirëmbahen gjitha ato aktivitete aty, sikur herave tjera ju bëjmë thirrje sa më shumë t'japim për xhami dhe ta vazhdojmë sepse ju po e shihni edhe këtë organizim e bën xhamia dhe Zoti shpërblet gjithë atyre që kanë bënë gjatë tillë, e Zoti ju ftoft gjeçi te Zoti këtë sadaka, se padyshim te Zoti do të gjejmë shumë. Zoti ju rujt, e Zoti ju shpërblet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuam, ka ardhur koha që me izën e Zotit me tregu njetin qysh bëhet, na do ta tregojmë edhe shqip edhe gjermanisht, sepse mund të kemi këtu musafir. E gjermanisht, si gjithmonë, Hafez Besari na tregon që Zoti e rujtë gjithmonë është i gatshëm për neve. Andaj ka ardhur koha që me tregu njetin dhe njeti që shfalet i bajramit është që mas pare e bëjmë jetë me falë namazin për Allahun xhallal shanu, salavatet për pejgamberin alayhis salam, edhe njeti për namazin e kurban bajramit, edhe i ngjitëm imamit ose i bashkohemi imamit. Pra së pari marim, kur të merr imami tekbir, dhe marim tekbir këtë bashku me te, dhe i ngresim durat, pastaj e këndojmë subhaneken, dhe pastaj 3 herë marim të gjithë tekbir, gjithë duke i ngrit duart në përcjellet e imamit, e pastaj e kënojmë Fatihan, e pastaj e kënojmë edhe një sure, pastaj shkojmë në ruku, shkojmë në sejdë, dhe pastaj kthehemi edhe një herë me vazhdu rekatën e dytë të namazit e kurban bajramit, e këndojmë Fatihan, e këndojmë një sure, pastaj marrin tekbir 3 herë në kam, e tekbirin e 4 kur ta marrim shkojmë në ruku, e pastaj në sejdë, në tejat, japim selam dhe kështu e kemi fal namazin e kurban bajramit, por me kaq nuk përfundon, se ka njëherë po ndodh që kur po falet bajrami, namazit dikush po qohet me shku. Pjesë e bajramit është edhe në dëgjimi hutbës dhe deri sa të përfundojnë, sepse bajrami ka 2 pjesë, e ka namazin e pastaj e ka dhe hutbën. Andaj, Zoti është përbleft e Zoti ju rujt, e sot mundi i plotson edhe drejtson i safet, e tash do ta tregon edhe Hafez Besari në gjermanisht njetin e namazit e kurban bajramit. Bismillahirrahmanirrahim. Das Eid-Gebet hat 2 Gebetseinheiten, die mit zusätzlichen 6 Takbirat verrichtet werden. Die ersten 3 davon kommen in der ersten Gebetseinheit vor der Al-Fatiha und nachdem wir das Eröffnungsdua Subhanaka rezitiert haben. Und die anderen 3 Takbir werden in der zweiten Gebetseinheit rezitiert, nachdem wir die Al-Fatiha und etwas aus dem Koran gelesen haben und bevor wir in die Ruku, in die Verbeugung gehen. Damit endet danach das Gebet und danach folgt die Khutbah und wir würden euch bitten, bis zum Ende hier zu bleiben und zuzuhören. Möge Allah Ta'ala unsere Gebete annehmen. Zotë është përbleft e Zotë trujt, edhe që tash qohemi të gjithë në kam për me falë namazin e kurban bajramit. Para se të fillojmë gjithmonë ju themi që plotësoni dhe drejtoni safat, sepse është prej kushteve të pranimit namazit. Sot mundi safi 2 pak më shtonë tek nena. Safi 2, se janë pak shumë rradh. Sot mundi plotësoni dhe drejtoni safat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا للمسلمين وشرع فيه الأضحية تقربا لرب العالمين وجعله يوم فرح وإيمان وإحسان فلنكبر الله تكبيرا. الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فلنكبر الله تكبيرا. الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل أيام العشر من ذي الحجة من أفضل الأيام وشرع فيها الذكر والتكبير والأضحية وأكرم فيها الحجاج بالوقوف بالعرفات فلنكبر الله تكبيرا. الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. Lavd falënderimet I qofshin Allahut, salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam, shpërblimet qofshin për besimtarët musliman. Të nderuar vëllezër, të dashur bashkëdhetar, të respektuar, të moshuar dhe ju të rinj. Sot është një ditë e madhe, sot është një ditë e bekuar, sot është dita kur zemrat e besimtarëve mbushen me gëzim, sot është dita e Bajramit. Zoti I Gjithëmëshirshëm në Kur'an ka thënë: Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Thuaj me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij, vetëm me këto le të gëzohen, kjo është më mirë se ajo që grumbullojnë ata. I dërguari I Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: çdo popull I ka festat e veta. E festat e muslimanëve janë dy: Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. E ne, pasi që jemi në festën madhështore të Kurban Bajramit, vlen që të themi disa fjalë rreth kësaj feste. Nga vetë fjala kurban, kuptojmë se kemi të bëjmë me kurban që do të thotë sakrifis për hir të Allahut. Allahu xhalla shanuhu ka thënë: Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Allahu I ka thënë pejgamberit alayhis salam: Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu
dhe therr kurban për hir të Zotit tënd. Po ashtu Allahu ka thënë: thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Ju përkujtojmë se janë 4 ditë të Kurban Bajramit. Mundohuni në maksimum dhe në njërën nga këto ditë të mëdhaja gjithë që ju shprejnë një kurban për familjen tane. Fillimisht ju themi të gjithve, mirë se keni ardhur e mirë se jeni bashkuar për ta falur e festuar festën më të madhe tonën si musliman, pra për festën e Kurban Bajramit. Po ashtu i dëshirojmë mirë se ardhje televizionit nacional nga Kosova RTI, që ka ardhur special nga Kosova për të qenë bashkë me ne në këtë festë të madhe të Kurban Bajramit. Sot zemrat tona janë mbushur me dritë, sot xhamit tona jehojnë me tekbire, sot familjet tona janë zgjuar me buzëqeshje, me mall, me lot gëzimi dhe me lutje. Sot është dita e Kurban Bajramit, dita e sakrificës, dita e bindjes ndaj Allahut, dita e dashurisë, dita e falës dhe dita e mëshirës. Kjo nuk është vetëm një festë e mishit dhe sofrës. Kjo nuk është vetëm një traditë që përsëritet çdo vit. Kurban Bajrami është një shkollë e madhe shpirtërore, është një mesazh që vjen nga qielli, është një thirrje për zemrat e njerëzit. Të nderuar prezent, shikoni rreth jush sot, shikoni këtë tubim të madh, shikoni këto fytyra të buzëqeshura. Kjo është bukuria e besimit, kjo është fuqia e unitetit, kjo është fryma e Bajramit. Sot nuk jemi vetëm individ të ndarë, sot jemi një komunitet, një familje, një zemër e bashkuar. Bajrami na kujton një të vërtetë të madhe. Jeta kalon shpejt, ditët kalojnë, vitet kalojnë, por ajo që mbetet është vepra e mirë, zemra e pastër dhe dashuria për njëri tjetrin. Sot është dita të themi njëri tjetër për hir të Zotit dhe ta falmi njëri tjetrin nëse kemi dhënim në mes nesh. Sepse zemra që fal është zemra që fiton paqen. Ne sot festojmë këtë Bajram dhe edhe këtu në diasporë, larg vendlindjes, por jo larg njëri tjetrit. Ne kemi ardhur nga troje të ndryshme, nga qytete dhe fshatra të ndryshme, por sot na bashkon diçka shumë e madhe. Na bashkon besimi islam, na bashkon gjua shqipe, na bashkon zemra shqiptare. Këtu në diasporë kemi një përgjegjësi të madhe, ta ruajmë besimin, ta ruajmë familjen, ta ruajmë gjuhën dhe traditat tona, sepse një popull që harron rrënjët e tij rrezikon të humbas edhe të ardhmen e tij. Gjithçysh ruajë lidhen me vendlindje, sepse kudo që lëvizim duhet ta dimë që atje na ka fal Zoti. Të dashur të rinj, ju jeni shpresa jonë, ju jeni e ardhmja e këtij komuniteti. Mos harroni kurrë se nga vini. Mbani me krenari identitetin tuaj. Punoni për dijen, për edukimin dhe për të ardhmen tuaj. Sepse kur njëri shqiptar arrin sukses, krenohet familja e po ashtu krenohim të gjithë ne. Të dashur besimtar, prandaj mos e lini këtë Bajram të kalojë si një ditë e zakonshme. Mos e ktheni vetëm në fotografi, në ushqim dhe vizita. Kthehuni Allahut me pendim, kthehuni me pajtim, kthehuni me një rikthim të plotë tek Allahu xhallashanuhu. Runi fëmijët tuaj. Mos u alini edukimin vetëm telefonit dhe rrjeteve sociale që ata përdorin. Mësoni Kur'anin, mësoni respektin, mësoni se kush janë, mësoni se krenaria më e madhe është të jesh rob i Allahut. Në këtë ditë të bekuar, le të mos harrojmë që ata që nuk mund ta festojnë Bajramin si ne, le të kujtojmë të varfrit, le të kujtojmë jetimët, le të kujtojmë të semurët, sepse gëzimi vërtet i Bajramit është kur ndajmë gëzimin me të tjerët. Një dorë ndihme, një fjalë mirë, një përqafim, ndonjëherë këto gjëra të vogla janë drita më e madhe në jetën e dikujt tjetër. Të dashur besimtar, sot është një ditë gëzimi, por është edhe një ditë lutjeje. Le të lutemi Zotit nga zemra, ta duam fen dhe kombin ton, ta duam xhamin shpirtërisht, ta vizitojmë fizikisht, ta ndihmojmë financiarisht, të lidhemi për xhami me antarësi dhe sadaka. Sot lutemi për popullin ton, lutemi për Shqipërinë, lutemi për Kosovën, lutemi për Maqedoninë, lutemi për Luginën, lutemi për Malin e Zi dhe çdo shqiptar kudo që jeton. Lutemi për paqe, lutemi për unitet,
Lutemi që Allahu të ruaj familjet tona, rinin tonë dhe besimin tonë. Lutemi për të gjithë muslimanët që vuajnë nëpër botë, për jetimët, për të varfrit, për të shtypurit. Allahu na lehtësoj dhimbjen dhe dhon fitoren atyre që durojnë. Të dashur besimtar, dhe para se ta përfundoj, nga zemra dua t'ju them, le të jetë kjo ditë një ditë gëzimi për familjet tona. Le të jetë kjo ditë një ditë paqe për zemrat tona. Le të jetë kjo ditë një ditë që na bashkon edhe më shumë neve si komunitet. Jeta kalon shpejt, bajramet kalojnë. Sot jemi këtu, nesër ndoshta nuk jemi. Prandaj mos e humbni kohën në urrëtie. Mos e humbni kohën larg Allahu xhalla shanuhu. Mbusheni jetën me vepra të mira. Mbusheni shtëpitë me dua. Mbusheni sofrën me bereqet, e mbusheni zemrën me iman. Dhe kur të kthehemi sot në familjet tona, përqafoni prindrit, puthni duart e nënës, respekto baban, gëzoj fëmijët, vizito farefisin, sepse këto janë vlera që e mbajnë gjallë një umet dhe një kombë. Në fund, e lusë Allahun e madhruar. O Allah, pranoj e kurbanin tonë, pranoj lutje tona, në e falë gjunahe tona, në bashko zemra tona, në ruaj fëmijët tonë, në forcon ne në fe, në jep bereqet në familje, në bëj prej atyre që duan një tjetrin për hir të Zotit. O Allah, mos në largon nga mëshira jote, ndihmoj ju prindërve tanë, në mundëso që bajramin tjetër ta presim me iman edhe më të fortë. Publikisht falenderojmë shtetin gjerman dhe autoritetet komunale gjermane, që na mundsojnë të vetë organizohemi, e na kanë dhënë leje këtu që ne të bashkohemi dhe meritojnë që të shprehemi falënderim publikisht. Po ashtu falenderojmë udhëheqësinë e xhamisë për organizimin madhështor. Ju falenderojmë për prezencën dhe kontributin tuaj të vazhdueshëm. Falenderojmë Televizionin Nacional nga Kosova dhe TI që është bashkë me ne sot. Por kam nderin që në emrin tim personal si imam i xhamisë, Mesjid e Aksa në Leverkusen, dhe në emrin të kolegut tim Zëvendës Imam Abdulbesirit, dhe në emrin të kryesisë dhe të antarësisë, t'ju them të gjithëve nga zemra, urime e gëzuar festa e Kurban Bajramit. Allahu e pranoft adhurimin tonë, e mbusht jetën tonë me harmoni, lumturi, rahmet dhe begati. Le të jehojnë tekbiret, Allahu akbar nga zemra tona. Wa kabbirullaha takbira. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Huwa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Huwa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Në thot qastet e bajramin, vus qeftira e muslimanin, sot ka zim bota këndon Kur'ane drejtë zane.